edhe në çdo vend shkojmë edhe i vizitojmë një ku kanë ra dëshmorët e tonë. Një kështu jemi në atat pasos e rrugës e Ehlibetit, dikush janë Ehlibeti janë 5 ja. Muhamedi, Alia, Hasani, Hyseni dhe Fatimet e Zerat, ka janë 5. Si jemi në kundër hoxhallar nuk do të mëngë kundër njerëz. Pse marr vllai jam? Për shkak. Absolutisht. Çfarë pyete pse? Po, kur jemi tek dhikri apo zikri që e bëm të moslimit mbi bash edhe sheh kujtimit edhe sheh dugaxhinit, më kanë thonë që kur kalon në ekstaz njeriu mund me komuniku me edhe me botën tjetër shpirtërore apo do të sheh gjona ndryshme. Ndizoni tani. Çka mundi me po sheh dugaxhin? Unë më thonë që kjo është një praktikim që e bëm na, improvizim. Kjo është përmendja e Allahit. Përmendja e Allahit, as gjë më tepër. Adhurim ndaj Allahut. Po kur kaloni në ekstaz, a mundi me po gjona? Sikur forma e adhurimit që bëhet në namaz, që janë për uljet, rukun, sejdë, lejohet edhe përmendja e Allahut edhe me lëvizje të trupit. Për ekstaz ka raste që ndodh. Unë nuk kam pa, mos më ka ndodhur asnjëherë. Ka raste që ndodhin që shohin gjona? Nuk muj me bisedu për këtë temë, se nuk di. Nuk di. Sheh kujtim? A ke dëgjuar ti që shohin gjona kur kalojnë në ekstazë kështu? Shiko. Shpirti është i lidhur çdo herë me Allahun xhaleshanu. Shola ka aso shpirt bardh që kontaktojnë, po këto sene janë shpirtërore që nuk spjegohen mes mediave. Por a ka raste kur shohin gjona? Shiko. Nuk do me hinë këtë temë. Por a ke dëgjuar që ka raste? Ka raste, kam dëgjuar që ka Po raste. shohin shpirtat të vdekur? Zakonisht unë kam pa më shumë shpirta? Po. Jo, i stak Allah. Po çka mund me pa njeriu kur futet në ekstazë? Mund me pa adhurimin e Allahut. Në dhikr mund është me pa adhurimin e Allahut. Se ti, Allahu thotë, bëni dhikr se të tjerët të thonë është i çmendur. Në dhikr mund të më ndodh shpesh me ra në halë, atë në kuqitit jenë ato ndjenet për Allahun që se bërën. Që se edhe dhikri ka një farë kulture, që du të më kanë 5 vakli, nëse du të më kanë me avdes, du të më kanë erisynet, sufizmin du të më pas. A ka mund si Allahu me t'i hapirdhe? A ka mund si Allahu me t'i hapirdhe? I hap. Psa së mundët Allah me t'i hapirdhe ti me pa një nur, apo se t'i kanë? Allah është të pletë fëqishëm. Allah nëse të bëhet. Allah nëse dënë me t'a shfaqe Rasulullahin t'a shfaqe. Se ti jetu e dhirë Allahun, ti jetu e dhirë Rasulullahin, apo qëta nëse jeti me lidhen e Rasulullahit, je lidhen me Allahun xhaleshanihu. Ka mundësi, këto nuk është se Ehlibet është rrugtim më i pastër që ekziston. Para se me kalu tek, më falë se për ndërpres, para se me kalu tek tema për fund e kena zgjedhur temën e